Të nderuar miq të Veriu Sport, jam përsëri drejt nëse drejti nga stadiumi Arena Demave të kryeqytetit në ndeshjen më të rëndësishme të ditës së sotme, pikërisht të java 12, Partizani pret Vllaznin. Ka përfunduar pjesa e parë, Partizani në avantazh në limitin e kësaj pjese me autor të golit Rok Toma në minutën 90. Kam të pranë një emër shumë të njohur të futbollit shqiptar, por edhe pjesë e kampit të Partizanit për shumë vitesh. Ish futbollisti më i njohur Genc Tomori, tashmë në stafin drejtues të klubit Partizani si drejtor i Akademisë Sportive të Futbollit Partizani. Një pjesë e parë, dy luftuar me rastin e të dy aportave në shenën Partizani. Tash kjo është një lojë, domethënë shoh më tepër luftë fizike se sa nga ana teknike. Kjo Partizani u përgjigj. Kurse Vllaznin e shohin çik më të butë në këtë ndeshje. Mos harro terreni është shumë rrëshqitës dhe duhet përshtatesh te ky terren që të marrësh edhe rezultatin. Deri këtë pjesë Partizani po bën pak më mirë dhe meriton dhe golin që bëri. Kështu që si pjesëtar i Partizanit them që ta shtojmë rezultat që të marrë një fitore që të shkojë te ngjitet sa më tepër, sepse Vllaznia po ta marrim me pikët është më e plotë se ne, kështu se ne pikët na duhen më tepër që të marrim më tepër avantazhe dhe të shkojmë atje ku i kemi vendin te vendet e para që është kampionati. Partizani me jo pak oscilacione gjatë këtij fillimi i kampionati, por tashmë duket që me dyshin në pankinë Ternaja Zhivani kanë marrë një farë stabiliteti. Dhe sot në avantazh nëse fitohet sot, është edhe votbesimi i pankinës mund të jetë në vazhdimsi. Normale, diskutohet se fitoret kanë edhe për shkak edhe ngrohjen e ekipit në kuptimin edhe në qetësinë që jep ekipit. Kështu që them me këtë fitore Partizani jo se kalon klasifikimin sepse vendi i Partizanit është më para, po them që hyn atë mesin e sigurisë që t'japi, shkojnë në ndeshje të tjera, shkojnë më përpara dhe shkoj atje te vendet e para ku është klasifikimi. Me disa mungesa në këtë ndeshje, ndër të tjera mungon edhe shtatlarti i talentuar Shodrani Marcelino Preka, një mungesë e rëndësishme. Tash Partizani ka 4-5 mungesa, por Partizani gati ka 25 lojtarë, 27 lojtarë, them këtu më tepër janë lojtarë që vjen kampionati dëmtimet njithen, kështu që them që sa më lojtarë të mirë të jenë, sa më cilësor akoma janë lojtarë shumë të fortë dhe duhet t'japin zemrën fort që të marrin rezultate dhe të shkojmë atje ku kemi vendin. Tek Vllaznia ka mungesa natyrshme, është titullari turista, por ajo prek më shumë me dyqa drejtuese. Trajneri i parë Edi Martini dhe drejtori sportiv Gjergj Sinani se po i ndjekin takimin nga tribuna si rezultati i pezullimit nga Komisioni i Disiplinës. Këto gjëra nuk duhet ndodhin në kampionatin shqiptar, duhet të jenë më të qetë, po roli i trajnerit është edhe rol determinant që duhet shumë, po qetësia gjithmonë të ndjerë në të ri. Si shikon vazhdimsinë e kampionatit, qoftë për Partizanin në mundësinë e gjithjes tek zonat që ajo kërkon, por edhe tek ekipet pretendente, ku aty është Vllaznia, Krye, Elbasani, Egnatia, Dinamo. Po ta shohë shumë Vllaznia ka bërë një kampionat dhe tani ka bërë një kampionat shumë të mirë. Mos harrojmë Elbasani, Dinamo, Egnatia janë që po udhëheqin kampionatin tani. Kurse them që jemi çik më mbrapa, domethënë kuptimin e edhe me lojë, edhe me pikë është Partizani, Tirana dhe Flamurtari që i presim më tepër, po një fazë ka kalu, janë dhe 3 faza dhe them që dhe faza 3 do shifet edhe te ekipet që do jenë pretendente. Po, përgatitet e nisë pjesa e dytë dhe nuk shikon që ka ndrime. Jo, padyshim s'ka ndrim, sepse nuk lojtarët të dytë ishin plotë, edhe Partizani dhe Vllaznia dhe nuk shoh lojtarë që nuk lufton, nuk hyn në ekip me mënyrën ku i ka dhënë trajneri në pozicionet që janë, dhe them, ndrimet do jenë më vonë që o për shkak të përgatitjes fizike nga lodhja ose për shkak në dëmtimi, kështu që sepse loja është shumë e luftuar. Ylli, faleminderit për këtë intervistë, ishim me Ylli Tomorin. Jo Ylli. Ylli Tomori është vllai i ide, është trajner i famshëm i Partizanit. Jo pak herë unë ngatroj. Ylli Tomorin që është legjenda. Po që kemi marrë gjithmonë. Që po nuk po dëgjoj sepse i sojë deri emri vllajt, kështu që Genc Tomori është drejtori aktual i Akademisë Futbollit Partizani. Partizani po kryeson në pjesën e parë me rezultate 1-0 me gol të shënuar nga Rok Toma. Presim pjesën e dytë që Tomori
është optimist përfitore. Tu ndajmë të nderuar miq të Veriu Sport, ju lëm të shoqërini për të ndjekur takimin në mediat vizive. Veriu Sport shkëputi tu, por do të jetë përse gjithë